Florence Çapja, i ekstraduar vetëm pak ditë më parë nga Dubai, do të vijojë të qëndrojë në qeli. Këtë të hënë ai u njoh para gjykatës posaçme me akuzat e SPAK se ai kishte porositur vrasjen e Sokol Sanxhaktarit, por Çapja i mohoi akuzat. Gjykata e posaçme la në fuqi masën e sigurisë arrest në burg për Florence Çapjan, i ekstraduar disa ditë më parë nga Dubai. Ai doli për herë të parë këtë të hënë para gjykatës, ku përballë me dyshimet e ngritura nga bashkëpunëtori i drejtësisë Nuredin Dumani se ka porositur vrasjen e Sokol Sanxhaktarit. Në seancë, 44 vjeçari mohoi akuzat duke thënë se nuk kishte njohje me Dumanin dhe se nuk e ka kontaktuar atë për këtë qëllim. Përveç këtij hetimi për të cilin nuk është dhënë një vendim gjyqësor, Florence Çapja është dënuar me vendim të formës së prerë me burg për jetë, si një nga organizatorët e vrasjes së Babe Bir Nezire Gentian Beqirit në Elbasan në vitin 2012. Me të njëjtën masë është dënuar edhe xhaxha i tij Ardian Çapja, teksa si bashkëpunëtor të tyre me dënime më të ulta nga 18 deri në 35 vite burg, janë dënuar edhe 4 persona të tjerë. Vrasja ndodhur në 2012, ku Babe Bir u vra në apartamentin e tyre, teksa Gentian Beqiri ishte në arrest në shtëpi dhe në ruajtje nga policia, u zbardh nga dëshmia e Ervis Bardhit, i kthyer në bashkëpunëtor drejtësie.